Disa banor që frekuentojnë rrugën Koçë-Zozi në Gostivar kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me gropat e hapura nga kompania EVN në kuadër të punimeve në rrjetin energjetik. Sipas banorëve, gropat qëndrojnë të hapura për një kohë më të gjatë dhe si të tilla paraqesin rrezik serioz për këmbësorët, drejtuesit automjeteve dhe kalimtarët e rastit, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes, kur dukshmëria është më e kufizuar. Ata theksojnë se krahas këtij problemi, persona të pandërgjegjshëm kanë shfrytzuar rastin që të njëjtat t'i mbushin me mbeturina, duke krijuar mini deponi pranë shtëpive të banuara. Vëllai, ne problem i pari pa pasërti, do me thëmë pjotë kina. E dyta, tu dal pike shpeja, shefe si e kjo. Është berbat. Këta e vënësë nuk premton se dhe hiqen të kablat për këto. Do me thëmë të falat para vitin e risë. Para vitit ri ju kanë premtu se do t'i largojnë kablat edhe t'i vendosin ndërtok, apo? Po, do me thëmë që këtë problemin e kemi këto. Gropa që para hymi e shpeja se kom, edhe pak ma poshka, edhe një grop, fëmi i kemo allë këto, pjëtë fëmi e kemi. Këtë këto të shef një vetë si është. Do me thënë e për ata jonë rizik. Fëmijët jonë rizik, për kojshilarët jonë rizik, për parking është rizik, për burloqet jonë rizik, si cili kush mrejnë fugën këto, e mbushim me burloqe, ne e kapim njerës privat, e paguim privat, prapë dhe me thonë nuk o regull. Banorët kërkojnë nga EVN që të veprojë sa më shpejt me qëllim të parandalimit të incidenteve të mundshme. Të regullat kjo punat këto, a të rrishet kablat, të mshile që ki gropa këto, do me thënë të regullat. Do me thënë baluba, do me thënë afer 7 muj është. EVN-ës duhet të mbyllët kjo gropa, si i kanë qetë, ashtu e kanë nërë. Do me thënë, duhet të regullohet kjo. Mas komunës duhet kësaj punës të shkonë në mbas. TV2 kërkoi përgjigje nga EVN. Dhe nga atje bëjnë të ditur se në këtë lokacion po realizohet një projekt për rikonstruimin dhe modernizimin e rrjetit energjetik dhe se nga dita e sotme punimet po vijojnë me dinamik të përforcuar me qëllim që projekti të përfundojë sa më shpejt. Në rrugën Koçë-Zozi në Gostivar aktualisht po realizohen aktivitete që lidhen me vendosjen e kabineteve shpërndarëse dhe matëse në kuadër të projektit për modernizimin e rrjetit distributiv të energjisë elektrike. Nga sot punimet në terren janë duke vazhduar me dinamik të përforcuar, me që rast prioritet do t'i jepet kësaj rruge me qëllim që projekti të përfundojë sa më shpejt, duke përfshirë edhe sanimin e gërmimeve dhe kthimin e hapësirës në gjendjen e saj fillestare. Elektrodistribuimi në mënyrë të vazhdueshme realizon projekte për modernizimin dhe avancimin e rrjetit me qëllim përmirësimin e sigurisë, stabilitetit dhe cilësisë së furnizimit me energji elektrike, njoftojnë nga EVN.